Atëherë Dede, trofeu I parë si trajner në superiore, sa të kënaqur jeni? Jam I lumtur, më shumë se I kënaq. Jam I lumtur për veten, por gjithë për skuadrën që gjeta që mu besua. Falenderim për punën e vazhduar nga ne me Potër të Tovës, dhe por Presidenti Demrozi dhe Drejtori Kledi Zenela janë merita më e madhe e formimit të grupit. Besoj që më të fortë të dërgohem psikologjikisht se sa me futbollin fush, por ajo që e rëndësishme në finale, unë mendoj që finalet fitohen me kontroll, nuk fitohen me emocion dhe me entuziazm. Ne kishim edhe kontrollin, por kishim edhe kualitetin tonë. Cili titull ju shjoh më shumë? Ai që keni marrë si trajner ky I fund apo si lojtar shumë herë? Elbasani këtë fushë më sjell shumë fat ky stadium. Jemi sinqertë dhe I vërtetë. Kjo është pjesë ime e dytë. Kam ngritur 2 tituj si kapiten me 2 skuadra ndryshe, edhe Elbasanin dhe Tirana, por edhe promovimin e Elbasanit të ri që sot ishte konkurrenti ynë kryesor dhe sot kupa e fundit. Çfarë do të presim nga Ignate në Kupat e Evropës? Minimumi duhet të kalojmë një tur Champions League që pretendojmë që të arrijmë minimumi që duhet ta bëjë çdo klub shqiptar në shkrim në Conference League.